Piktori Guri Madhi do të festonte sot 104 vjetorin e lindjes. Ai është nga artistët më të rëndësishëm të realizmit socialist, i përket brezit të piktorëve shqiptar që në vitet 60-80 trajtuan temat kompozicionale historike, duke ndërtuar karaktere dhe tipare fizionomike të shqiptarëve të kësaj periudhe. Guri Madhi, një nga piktorët më të mëdhenj shqiptar, ishte ndër themeluesit e Universitetit të Arteve me mbi 400 vepra në 33 vite krijimtari. Një artist në panteonin e pikturës shqiptare, kështu e kam përcaktuar një pjesë e studiuesve, kolegëve dhe kritikëve të artit. Kështu e kam përcaktuar një pjesë e studiuesve, kolegëve dhe kritikëve të artit Guri Madhin. Galeria e Artit në Korçë mban emrin e tij. Guri Madhi lindi në qytetin e Korçës më 15 maj të vitit 1921, ndërsa studimet e larta i kreu në Bashkimin Sovjetik në Leningrad, ku diplomua me rezultate të shkëlqyera. Pas studimeve, u kthye në atë për të dhënë kontributin e tij. Gjithjetën ja kushtoi krijimtarisë, e cila jo pak herë ka përceu kufijtë e realizmit socialist, duke sjellë edhe përjashtimin nga Partia e Punës, por arti i Guri Madhit i mbijetoi sfidave dhe u flet ende brezave, edhe tashmë që autori nuk është më. Sipërfaqet monumentale të pikturës së Madhit kanë pasqyruar në një sër ekspozitash vetjake figurën e njeriut shqiptar dhe përpjekjet e tij për të njohur mjedisin e luftës për liri, pavarësi dhe të drejta kombëtare. Piktori të binte në sy me format e artit herë impresionist dhe herë ekspresioniste. Ai u aktivizua në një sër ekspozitash kombëtare, ndërsa është vlerësuar me titullin Piktori i Popullit dhe me shumë çmime të tjera. Arti i tij krijues, ku ngjyra të vendosura në mënyrë direkte dhe me shprehite një ekspresiviteti të theksuar, bëri që krijimtaria e tij të karakterizohej nga nota lirike, me subjekte dhe formë shpërthyese. Piktori u largua nga jeta në vitin 1988 në Budapest, në rrethana të paqarta.